Po e bëj këtë video lidhur me videon time të fundit, në të cilën prezantova një ide ndryshe lidhur me investimin në Zvërnes dhe në Sazan, dhe shoh që në disa komente video është keq kuptuar. Unë nuk jam as pro qeverisë, as pro opozitës, por jam pro investimeve të huaja, kudo qofshin, sido qofshin. Pastaj mënyra se si bëhet ky investim lidhur me shtetin apo lidhur me privatin janë gjëra që duhen shqyrtuar dhe duhen parë në detaje nëse aty është transparente gjëja apo nuk është transparente. Por në parim unë jam pro investimeve të huaja. Duhet kuptojmë që Shqipëria është një vend që mund të eksportojë maksimumi vetëm fruta perime. Kështu që në këtë lloj sensi, duke mos pasur asnjë produkt tjetër për të eksportuar, ne jemi komplet dhe tërësisht të varur nga investimet e huaja ose nga remitancat që sjellin emigrantët. Në këtë pikë unë jam pro 100% investimeve të huaja, por shoh që video është keq kuptuar, sikur unë jam pro gjës që po ndodh në jug apo në veri të Shqipërisë. Megjithatë, unë shpreha një mendim ndryshe dhe mendoj se të gjithë shqiptarët duhet të shprehin mendimin e tyre lirshëm, kudo që janë, sido që janë dhe të shprehin ato se çfarë duan. Sa për pjesën në lidhje me protestën, unë kam qenë vetë në protestë para 2 ditësh, e kam mbështetur, e mbështes, është një protestë pa ngjyrime politike dhe ashtu duhet të jetë deri në fund. Është një protestë e cila konsiston jo vetëm në zhvillimet e fundit në Zvërnes dhe Sazan, por në të gjithë drejtën e shqiptarëve për të pasur një pronë private, për të pasur rrugë, për të pasur ujë, drita dhe për të marrë shërbimet e duhura që duhet të jenë minimaliste, po themi, të paktën ato minimalistet nga shteti jonë dhe nga qeveria jonë. Për gjitha këto, mendoj që ne duhet ngrihemi të gjithë dhe jo vetëm në raste si ky i Zvërnecit, por edhe në raste të tjera siç mund të jenë përplasjet në rjoll, siç mund të jenë situata të pakëndshme në çdo lloj qyteti të Republikës së Shqipërisë, për të cilin njerëzit dhe qytetarët e gjithë vendit duhet të ngrihen për të drejtat e tyre dhe unë jam një mbështetës i padiskutueshëm i këtyre lirive dhe drejtave që qytetarët shqiptar duhet të gëzojnë dhe të kenë të drejtën e tyre brenda shtetit të tyre. Por mendimi i disa komentuesve më vjen realisht më vjen për qeshur ndonjëherë sepse janë goxha të painformuar dhe goxha naiv në lidhje me këtë pjesë. Jo pusho ti se nuk e ke mirë, po duhet kështu. Pra, është një mendim i vjetër, një mendim konservator, një mendim komunist për mendimin tim, sepse çdo njeri duhet të ketë lirinë dhe të drejtën e shprehjes. Patjetër që po, unë respektoj çdo lloj mendimi ndryshe, nuk jam as pak dakord me faljen e tokave shqiptare, normalisht kjo do ishte në dëmin e të gjithëve, dhe nuk jam as pak dakord që të largojmë investimet e huaja. Për gjithë këtë duhet të ketë një mënyrë standarde për të cilën ne duhet të ndjekim dhe ta shohim me rigorozitet pjesën e investimeve të huaja, si ajo po ndodh, si do kryhet, si do përfitohet nga ky investim dhe çfarë janë përfitimet tona. Këto janë pastaj detaje që nëse do të hyjmë të gjithë së bashku të zbërthejmë, të shohim një nga një pika çfarë përfitohet dhe çfarë nuk përfitohet. Gjë që unë nuk jam ekspert për t'i vlerësuar, por investimet e huaja janë një bazë shumë e fuqishme për industrinë shqiptare, sepse ato inkurajojnë edhe investitorë të tjerë të vinë dhe të investojnë në Shqipëri, gjë që sjell deri diku edhe zhvillim. Por unë nuk jam dakord me pjesën që aty të krijohet një oazë, aty apo kudo qoftë në një vend tjetër, si në rastin e portit të Durrësit, po themi, në të cilin do krijohet një oazë luksi, po themi, dhe 200 metra më tej, këtu afër tek bashkia, po themi, rrugët janë cop-cop, parkime nuk ka mungesë ujë dhe shumë mungesa të tjera. Pra për këto unë nuk jam dakord që diku tjetë pra
një luks i shfrenuar dhe në një distancë kaq të shkurtër tjetë domethënë një diferencë kaq e madhe, unë nuk jam dakord. Megjithatë, shpresoj që ju ta keni kuptuar thelbin e kësaj proteste, e cila është apartijake dhe konsiston në të gjitha drejtat dhe liritë themelore që duhet të ketë çdo qytetar në Republikën e Shqipërisë. Dhe shpresoj që me anë të kësaj të arrihet diçka thelbësore për të cilën protesta po bëhet. Faleminderit dhe zërin tuaj mos e çoni dëm nëpër komente, po çojeni direkte në protestë. Faleminderit.